Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, pas ditën e djeshme në qendrën sportive u mbajt turneu i futbollit mërgjimtari për grup moshat U14, ku morën pjesë ekipet Dardanët, AS United, Renova dhe ekipi i mërgjimtarve, me futbollistë të rinj që jetojnë me prindërit e tyre jashtë vendlindjes. Fitues të këtij turneu festiv doli pikërisht ekipi mërgjimtarët, të cilët në finale mundën Dardanët me rezultat të thellë 5-1. Kupën dhe medaljet ekipit fitues i andau udhëheqësi njësisë për sport në komunën e Tetovës, Muhamet Avzia, i cili për televizionin Koha deklaroi: Në kuadër të verës kulturore tetovare kemi bërë tani si tradicional organizimin e turneut me mërgjimtarët. Ky turne organizohet në komunën e Tetovës në bashkëpunim me klubin Dardanët. Kësaj radhe kemi parë të arsyeshme që të thirrim edhe më shumë klube dhe sot këtu marrin pjesë klubi i futbollit Renova, klubi i futbollit mërgjimtarët, Dardanët dhe FC United. Trajneri Sherif Ibrahimi tha se për ekipin mërgjimtarët luajnë fëmijë të cilët kanë ardhur nga Gjermania, Zvicra e Suedia, por ka një gjë të përbashkët, që të gjithë janë me origjinë nga Maqedonia. Futbollistë shumica janë nga Zvicra, nga Suedia, kemi nga Gjermania, Resuli i Hamburgit, edhe më shumë janë nga Zvicra. Komuna e Tetovës si organizatore e këtij turniri ndau mirënjohje në shenjë të falënderimit për 4 ekipet pjesëmarrëse të turneut të futbollit mërgjimtari. Turneu u ndoq nga një numër i konsiderueshëm i tifozëve, kryesisht familjar, të talenteve të rinj.